Ka disa muzika e iblisit. Ndërsa iblisi ushqehet me muzikën. Do më thonë që e kanë vetë një muezin, ku e kam, une thot ta kem edhe në muezinin tem, thot muezini jo të shkëngëtari që i thret në zonë. Po, ashtu është. Muezini për në islam është muezini ai që është rrugën e Allahut. Ashtu do më thonë që muzika, ai që e kupton tash, si cili e ka mendimin e vet. Kisha lutë mu largu shumë më mirë. Edhe ma knasio, ma mirë është edhe ma do me thonë, shpirtnisht është jam ma mirë edhe e ndi vetin se shumë ma mirë, që jam largupi nga një mekatë. Muzika t'ka pru përfitime, zotimarem, por këndime do shta fetare nuk e ke atë mendim sa dhe të cjellë përfitima jo. Edhe nuk jetohen nga ato. Jo, nuk varëm nga ilaja. Po, nuk varëm. Dije unë e bëj ilaja, dije që memi nuk këndon. Ta din që memi nuk këndon. Nuk ka që i të bëj përfitime. Çdo kush e ka, i kam duhet e mira. Elhamdulillah, Allah me ka dhënë i dare. Bona i dare, Allah çdo kuj e ka dhënë rëskin. Allahu thënë Kur'an 99 herë unë ta jap rëskin, a shejtani të frikson njerë, thot, çka do të bësh? Si e lave që 17 vite. Vallahi, alo ma mirë jam të jetu. Do shta shumë s'kam, por një mesatar, ama në ndi vetën që jam i knasht, e di që Allah është i knasht. Ashtu. Allah i thot, nëse e leni sen për mu, nëse e leni muzikë për mu, Allah i të ta kombinon me tjetër sen. Po, Allah, nuk le pakur gjos, shumë a mirë jam, elhamdillah. Cilat ideja pastaj fillove, cilat tema fillove që ti prekesh me ilahi, nga ideja, tekstet, sigurisht që duhet kënë tekste, preken edhe, e shof që preken edhe tematikat bukura, sende cilat janë edukative, janë gjërat cilat thrasin në rrugë të mirë, drejt, dhe kemi ilahi që thrasin dashurin ndaj nanës, babës, prinderve në përgjithësi. Këto janë sendet bukura cilat i ndëgjojmë vazhdimisht. Ashtu. Se kam qenë për para që kam pas, kur jam kone gjajletit, Allah na falt, burgizi, shumë ka arrit, po tash edhe bona edhe i lejen, kam gabu, po mos gaboj. Po është për pendimin, ja kushtoj vetës. Ashtu, që të marrë shemëll, do me thonë që shumë i ri kam gabu. Hajde që të të fale Zoti, kam gabu, po mos gaboj, o Zot falet e kërkoj. Kjo është shumë i lej, a më falë Zoti im. Kështu ka pendim, po kitë Ramazanit, po kitë nonës babas, kam një lajja, babë gjallë të ishe, degje e babës, kam për nonën. E me këto tekstet kur t'i bësh me emisione, si kur konga që i ke knu, edhe tash edhe nëse kur këndon edhe i lajje, që ka del pi shpirtit. Nëse të pëlqen ti, edhe poplit ka me pëlqi. Nëse të pëlqen ti, as poplit nuk i pëlqen. Sigurisht. E di 3 rengon edhe emisionet. Ashtu. Presim diçka 3 këtë Ramazan. Valla, pra me krita e kënova, ati sa me të kënova një laje, e këmu për jetimin. E di e këmu për jetimin që për e fëmijët që e lonë babën onësh. Ati që shumë vetë, shumë i lonë babën onësh, nonën onësh. E ashtu ne, ti pas mitë e mim lan jetim. është një tekst i mirë, po inshallah. Me cilët janë bashkëpunimet marrim, cilët kush kujdeset për sigurisht e shoqërojni me ndonjë lloj muzike dhe shoqërohet edhe. Unë i bëj vetë, po ashtu edhe kam edhe këtu që kemi qizë në studio Gjeni. Në Shkup, po përshëndesemi. Kam edhe pro DJ Sharin, pro media i Prizrenit që i bëj videoklipët në Prizren. Do e përshëndesemi edhe ato, po ashtu edhe Gjeni e përshëndesemi. Në çdo herë për krah. Kështu ne fillojmë që inshallah zoni ju i bukur dhe pjesëmarrët kanë qenë edhe në për diaspor, tribuna ndryshme. Ke qenë në disa raste edhe shembull se si nga muzika je kthi në ilahi, apo të themi e ke lënë karrierën kulminacionin më të mirë dhe je kthi pikërisht në rrugën e drejtë. Ashtu. Po kam qenë në Zvicër, kam qenë në Gjermani, kam qenë në Danimark, diaspor kam qenë shumë. Më kanë prit ashtu, nuk thoshin ajde laje, e njof me memin burgizi, apo tash lene burgizi, fillojmë ne, një strovë bare. Unë do shpi, unë është mirë, pa instrumente, mund është me kënu, se dhe do me thonë, ka një tekst burgizi. Po, ka qenë një tematik, po, ka pat një tematik të mirë. Shumë ka shku e kështu në shumë kanë pas da vetë, alhamdulillah, shumë shështni, vlazni, janë këthi, shkaku i lajeve, njoni isha një Shqipërista kure kina ndëgju kam gabu ta